Ky është horoskopi për datën 13 shkurt 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut. Faleminderit që na ndiqni. Mbështetja juaj është e rëndësishme për ne. Dashi. 13 shkurti është një ditë konkrete për ju, jo vetëm energjike. Nëse jeni duke pritur një përgjigje për një kontratë pune, aplikim apo një projekt që keni dorëzuar, është një nga ato ditë ku mund të merrni sinjale pozitive ose të paktën një hap përpara. Nëse kërkoni promovim, është momenti i mirë për të folur hapur me prorin për rezultatet tuaja. Financiarisht, mund të merrni një pagesë që është vonuar, një shpërblim ose të mbyllni një marrëveshje që sjell të ardhura të qëndrueshme. Shëndeti është në rritje. Nëse keni filluar një program ushqimi ose palestër, rezultatet fillojnë të ndihen. Energjia juaj është e lartë. Përdoreni për progres, jo për debate. Në çift është ditë për të planifikuar diçka konkrete së bashku, një udhëtim, investim ose hap praktik, si bashkim financiar ose organizim shtëpie. Nëse jeni vetëm, një person me pozicion të qartë profesional mund të shfaqë interes serioz, mos e nënvlerësoni një njohje që nis përmes punës. Demi. Kjo është një ditë ku stabiliteti juaj shpërblehet. Nëse jeni duke negociuar për rritje page, një bonus apo marrëveshje të re bashkëpunimi, shanset janë në anën tuaj, veçanërisht nëse i paraqisni faktet me qetësi. Financiarisht mund të merrni një lajm për një kredi të aprovuar, një pagesë të rimbursuar ose mundësi për të investuar në diçka që ju sjell siguri afatgjat, si pronë, pajisje pune ose kurs profesional. Sot është ditë për vendime të zgjuara. Shëndeti përmirësohet përmes disiplinës. Nëse keni vendosur të ulni sheqerin, të rregulloni orarin e gjumit ose të bëni analiza mjekësore që i keni shtyrë, sot do të jetë moment shumë i mirë për ta bërë. Trupi juaj reagon pozitivisht ndaj kujdesit që tregoni. Në marrëdhënie, në çift mund të flisni për një hap konkret si bashkëjetesë, investimi përbashkët apo planifikim financiar. Ka seriozitet dhe siguri. Nëse jeni vetëm, një person që ju afrohet sot tregon qëndrueshmëri dhe jo thjesht fjalë të bukura. Binjakët. 13 shkurti ju favorizon në komunikimin profesional. Nëse po prisni përgjigje për një intervistë, projekt mediatik, bashkëpunim ose prezantim publik, do të keni zhvillime konkrete. Mund të merrni një email ose telefonat që ju hap një derë të re. Financiarisht, një ide që e keni diskutuar do të materializohet, si bashkëpunim online, shitje produktesh ose një punë shtesë. Mos e lini në nivelin e bisedës, sot është dita për ta kthyer këtë gjë në veprim. Dërgoni ofertën, publikoni projektin ose bëheni prezantimin. Shëndeti kërkon menaxhim të ritmit. Energjia është e lartë, por shpërndarja në shumë drejtime ju lodh. Zgjidhni një prioritet kryesor dhe përqendrohuni aty. Në çift, një bisedë për plane konkrete si organizim financiar apo ndarje përgjegjësish do t'ju afrojë më shumë me partnerin. Nëse jeni beqar, një njohje përmes rrjeteve sociale ose ambientit profesional merr një kthes serioze. Gaforja. 13 shkurti është një ditë ku ndiheni më të sigurt në vendimet tuaja, sidomos për çështjet praktike. Nëse keni qenë duke menduar për të kërkuar një ndryshim orari pune, transferim pozicioni ose rinegocim detyrash, sot është momenti i duhur për ta bërë. Do të gjeni mirëkuptim, sidomos nëse i mbështisni fjalët me argumenta. Financiarisht mund të merrni një pagesë, një ndihmë që ishte premtuar, ose të mbyllni një çështje dokumentacioni që lidhet me qira ose kontratë shtëpie. Nëse keni menduar të investoni në përmirësime në shtëpinë tuaj ose pajisje që ju rritin rehatin, dita favorizon vendime të zgjuara. Shëndeti është në përmirësim, veçanërisht nëse keni pasur lodhje emocionale ditëve të fundit. Një bisedë e hapur ose vendim i prerë do t'ju lehtësojë shumë. Në çift është moment shumë i mirë të diskutoni planet konkrete familjare, organizimin financiar, zhvendosje ose një projekt të përbashkët. Ka stabilitet. Nëse jeni beqar, një person që ju njeh prej kohësh tregon interes serioz. Luani. Kjo është një nga ato ditë ku mund të shfaqeni si lideri i vërtet. Nëse keni qenë duke drejtuar një projekt ose duke organizuar një event, sot mund të merrni vlerësim publik dhe mbështetje. Një email, miratim ose ftesë zyrtare mund të konfirmojë suksesin tuaj. Financiarisht është një ditë shumë e mirë të kërkoni rritje page, të negocioni një kontratë ose të prezantoni një ide që ju sjell të ardhura. Nëse po mendoni të hapni një aktivitet personal ose të zgjeroni biznesin, bëheni tani hapat formal, aplikimin, dokumentat apo takimet. Shëndeti është shumë i mirë, por mos e shpenzoni energjinë në drama të vogla.
Aktiviteti fizik ju rrit moralin dhe përqendrimin. Në çift, një plan konkret si rezervimi i pushimeve ose organizimi investimesh të përbashkëta do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Për beqarët, një person me status të mirë profesional mund t'ju afrohet me qëllime serioze. Virgjëresha. 13 shkurti ju jep qartësi mendore dhe avantazh praktik. Nëse keni qenë duke përgatitur dokumente, aplikime ose analiza financiare, sot është dita për t'i finalizuar. Financiarisht mund të merrni konfirmim për një pagesë, shtesë ose miratim projekti. Nëse po mendoni për një trajnim që ju rrit të ardhurat tuaja, është dita për t'u regjistruar. Shëndeti përmirësohet përmes organizimit. Duhet të filloni një rutinë të re, si orar më të rregullt, ushqimi ose aktivitet të moderuar, pasi efektet do të ndjehen shpejt. Analizat apo kontrollet mjekësore, nëse i bëni sot, dalin të qarta dhe qetësuese. Në çift, një diskutim për ndarje përgjegjësish ose organizim financiar ju sjell stabilitet. Nëse jeni vetëm, mund të njihni dikë në një ambient pune ose studimi, dhe këto janë lidhje që nisin me respekt dhe intelekt. Peshorja. 13 shkurti është ditë shumë e favorshme për marrëveshje dhe nënshkrime për peshoren. Nëse po negocioni një kontratë bashkëpunimi, ka shumë gjasa të arrini një marrëveshje të drejtë për ju. Diplomacia juaj sot nuk është dobësi, por një avantazh strategjik. Nëse po kërkoni ndryshim pozicioni ose promovim në punën tuaj, është dita të kërkoni një takim zyrtar dhe t'i paraqisni rezultatet tuaja me qartësi. Një përgjigje pozitive vjen më shpejt nga sa prisni. Financiarisht do të rregulloni një çështje që lidhet me ndarje shpenzimesh ose bashkëfinancim. Nëse keni pasur një keqkuptim më parë me dikë, sot sqarohet dhe mbyllet në mënyrë paqësore. Shëndeti është i mirë, por kërkon më shumë balans. Keni punuar shumë kohët e fundit, kështu që sot riorganizojeni kohën në mënyrë më harmonike. Në çift do të jetë një moment shumë i mirë të planifikoni gjëra konkrete, udhëtime ose organizim financiar. Për beqarët, një njohje përmes një miku ose ambienti profesional ka potencial real. Akrepi. Kjo është ditë shumë produktive për ju. Keni qenë duke pritur një miratim për një kredi, investim ose dokument zyrtar dhe sot do të keni lëvizje pozitive. Intuita juaj e fortë ju ndihmon të kuptoni ku duhet të shtyni më shumë dhe ku duhet të tërhiqeni. Në punë, nëse po kërkoni rritje, prezantojeni rezultatet tuaja me qartësi. Një diskutim serioz jap premtime reale për përmirësim brenda muajit. Financiarisht është moment shumë i mirë të ristrukturoni një borxh, të mbyllni një detyrim ose të vendosni një plan kursimi afatgjat. Ju mendoni thellë dhe sot vendimet tuaja janë të sakta. Shëndeti është i mirë, por duhet më tepër disiplinë në rutinë. Lodhja kërkon një riorganizim të orarit dhe aktivitet fizik të rregullt. Në çift është ditë për një bisedë të sinqertë për planet afatgjata, investim ose hapa serioz në marrëdhënie, ka thellësi dhe stabilitet. Shigjetari. 13 shkurti ju jep mundësi zgjerimi. Nëse keni aplikuar për një kurs jashtë, një projekt ndërkombëtar ose bashkëpunim dhe punë që lidhet me udhëtime, do të merrni lajme të mira ose ftesë për intervistë. Nëse jeni në punë, është momenti i shkëlqyer të propozoni një ide të re. Mos mendoni se është shumë ambicioze, pikërisht ky guxim ju favorizon ju në shumë situata. Financiarisht, një mundësi shtesë për të ardhura mund të vijë përmes një projekti anësor. Nëse keni menduar të nisni diçka personale, është dita për të bërë hapat e parë praktik. Shëndeti është i mirë, por kërkon më shumë lëvizje. Aktiviteti fizik në natyrë ose ndryshimi i ambientit do t'ju rrisë përqendrimin dhe do t'ju sjellë energji më të mire të qëndrueshme. Marrëdhëniet në çift do të varen nga planifikimi i një udhëtimi ose projekti të përbashkët. Kjo gjë ju afron më tepër. Për beqarët, një njohje me dikë nga një qytet tjetër apo kulturë tjetër ka potencial serioz. Bricjapi. 13 shkurti është ditë produktive, sidomos në çështje karriere për bricjapin. Nëse po prisni një përgjigje afatgjat, ka gjasa të merrni konfirmim ose hap konkret përpara. Nëse kërkoni rritje page, është momenti i mirë të paraqisni rezultatet tuaja me shifra, llogaritje dhe fakte. Ju keni qenë duke menduar të aplikoni për një grant, licencë apo dokument zyrtar për biznes. Sot është dita e duhur të bëni kështu. Energjia e ditës favorizon formalizimin dhe strukturimin e dokumentave. Financiarisht mund të vendosni një plan të ri kursimi ose të bëni një investim të matur.
për shembull pajisje pune, trajnim profesional ose përmirësim. Këto vendime sot kanë efekt afatgjat pozitiv. Shëndeti kërkon më shumë disiplinë, por është i qëndrueshëm. Mos e shtyni më pushimin. Në çift, diskutimi për të ardhmen financiare dhe planet konkrete si blerje apo zgjerim familjar do të sjellin stabilitet. Ujori, kjo është një ditë e favorshme për ide të reja. Nëse keni një platformë online ose iniciativë kreative, është dita ta publikoni dhe të kërkoni mbështetje financiare. Në punë, një bisedë me prorin do të hap mundësi për një rol më të pavarur ose një rol ku keni më shumë liri veprimi. Financiarisht, një ide teknologjike ose bashkëpunim me miq mund t'ju sjellë të ardhura shtesë. Mos e lini këtë ide vetëm në teori. Shëndeti është i mirë, por duhet të ulni stresin. Një ditë me organizim më të qartë do t'ju ndihmojë të shmangni lodhje nervore dhe kjo do të reflektohet dhe fizikisht. Nëse jeni në çift, është një moment shumë i mirë të diskutoni projektet dhe planet e përbashkëta. Partneri mund të mbështesë një ide tuajën. Nëse jeni beqar, një njohje përmes rrjeteve sociale ose ambientit profesional mund të marrë një kthes serioze, sepse nis nga respekti për mendimet dhe idetë tuaja. Peshqit. 13 shkurti është ditë shumë e fortë për progres personal. Ju keni qenë duke pritur përgjigje për një punë kreative, një projekt artistik, bashkëpunim ose një pagesë të vonuar, por sot do të ketë lëvizje pozitive. Mund të merrni një konfirmim që ju rrit besimin në vete. Nëse mendoni të investoni në një kurs që ju zhvillon aftësitë tuaja, si gjuhë e huaj apo trajnime të tjera, është dita ideale të regjistroheni. Financiarisht është momenti i mirë për të mbyllur një detyrim ose borxh të vjetër, apo për të krijuar një plan kursimi. Edhe një hap i vogël sot do t'ju sjellë stabilitet brenda muajit. Shëndeti është i mirë, por vendosni kufi ndaj njerëzve që ju marrin energji. Një rutinë më e qartë do t'ju jap forcë. Në çift është momenti për të bërë plane konkrete dhe për të folur hapur për qëllimet e përbashkëta. Ka më shumë stabilitet dhe mirëkuptim. Për beqarët, një njohje që nis nga një bashkëpunim profesional ose interes i përbashkët mund të shndërrohet në një lidhje domethënëse, pasi ka baza reale. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.